إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله سبحانه وتعالى që na udhëzoi në rrugën e besimit dhe na mësoi atë që nuk e dinim. Salavatet më të mira dhe më të plota nga Allahu subhanahu wa taala qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuar, padyshim që banorët e xhenetit nuk janë si banorët e zjarrit. Padyshim që ata kanë shenja dalluese mes njëri tjetrit. Prandaj dhe Allahu xhaleshanu në ajete të ndryshme thot në Kur'an: Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard. Mos vallë ti bëjmë ata që besuan dhe bën vepra të mira si ata që janë shkatërrues në tokë, prishës. Am naj'alu al-muttaqina kal fujjar. Apo mos vallë ti bëjmë një lloj si të devotshmit dhe keqbërësit, el-fujjar. Dhe thot Allah subhanahu wa taala në ajete të tjera: Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Mos vallë mendojnë ata që bëjnë poshtërsira dhe janë zhytur në gjunafe, se do t'i bëjmë një lloj si ata që besuan dhe bën vepra të mira. Mos vallë do t'i bëjmë një lloj si në jetën e kësaj dhunjaje, ashtu edhe në vdekjen e tyre, pra dhe në shpërblimin që do të vijë më pas. Sa e keq është ajo që ata gjykojnë, thot Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na ka shtjelluar përmes teksteve të shumta që janë sjell përshkrimet e banorëve të xhenetit në jetën e kësaj dhunjaje, veprat e tyre, besimet që ata kanë, dhe përshkrimin e banorëve të zjarrit, dhe përshkrimin e tyre në jetën e kësaj dhunjaje, me veprat e tyre dalluese. Pikërisht për këtë jemi duke folur, o vëllezërit e mi. Elus Allahu subhanahu wa taala që edhe nëse kemi ndonjë cilësi për këtyre banorëve të zjarrit, ta përmirësojmë, ta rregullojmë, ta ndryshojmë sa jemi ende në kohë. Folëm herën e shkuar rreth kategorisë së parë të banorëve të zjarrit që i përmend profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai na tha që janë pra njeriu i dobët që nuk ka as karakter as parime, ata që janë mesjur si vartës, pasues të verbër të njerëzve nga të cilët varen, që nuk kërkojnë as familje, pra ruajtjet e nderit në mënyrë halal, dhe as pasuri të pastër. Pra njeriu i dobët që s'ka fuqi as mbështetje, i cili ndjek të tjerët verbërisht, janë ata që ndodhen mesjur si pasues pa personalitet, që nuk synojnë as nder, as pasuri, nuk kanë qëllim të qartë, nuk kërkojnë as familje, as pasuri halal, janë thjesht njerëz shërbëtor të njerëzve, thjesht për të përmbushur një dëshirë të çastit të tyre. Nëse përmbushin dëshirën e momentit, janë gati të shërbejnë çdo kujt, të lehin ngadoj që shkojnë. Allahu musta'an. Nuk ka njeriu që s'ka parime, vëllezërit e mi, dhe folëm herën e shkuar, që njeriu të mos jetë i tillë, padyshim që ka nevojë për një qëllim të qartë në jetë. Qëllimi i qartë në jetën e njeriu është të adhurojë Zotin subhanahu wa taala, të marrë për bazë dhe kriter shpalljen e Allahut xhaleshanu, dhe ta di që jeton për të adhuruar Zotin subhanahu wa taala, dhe për të jetuar sipas parimeve që ai ka shpallur përmes profetëve. Kjo është zgjidhja vetme për të mos qenë pasues i verbër, njeri që shkon ngadoj që i vjen zëri. Do të vazhdojmë sot me kategoritë e tjera të përmendura nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Kategoria e dytë që ai përmendi është el-kha'inu alladhi la yakhfa lahu tam'un illa khana. Tradhtari i cili s'le asnjë mundësi për përfitim, përveç se e shfrytëzon atë duke tradhtuar dhe shkelur çdo beslidhje. Tradhtari i cili nuk le asnjë mundësi për përfitim për veten e tij, përveç se e shfrytëzon duke tradhtuar dhe shkelur çdo parim. Pra nëpërmjet tradhtisë dhe shkeljes
së besës dhe amanetit. Kuptimi gjuhësor i fjalës khain, siç vjen edhe në hadithin për munafikun që do të vijë më poshtë, pra tradhtar, vjen nga fjala khana yakhunu, pra ai që e thyen besën, është thyes i fjalës, nuk e mban amanetin. Është njeri i paqëndrueshëm, nuk ka besë me të, nuk ka marrëveshje të sigurt me të asnjëherë. Gjithmonë e thyen besën. Tradhtar mjafton që të përmbush qëllimet e tij. Shembujt në kohën e sotme vëllezërit e mi të këtyre kësaj kategorie janë të shumtë. Dhe nëse meditojmë mund nxjerrim edhe më shumë se kaq sa do përmend. Allahu mustaan, elus Allahun që të mos jemi në atë kohë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Do të vijë një kohë që njerëzit nuk do të gjejnë më njeri amanetshi, që do mbaj amanet. Një kohë ku nuk do të kemë besim me njerëzit në bashkëpunimin mes tyre, se do të jenë tradhtar dhe nuk do kemë besë për të mbajtur. Allahu mustaan. Kohë në të cilën dikush do thotë, dim një person në filan fis që e mban fjalën dhe është amanetshi. Dhe njerëzit do të thonë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sa besimtar i mirë është ai. Dhe në fakt, ai në zemrën e tij nuk ka asnjë thërmi të vogël prej imanit, pra një thërmi të vogël. Elus Allahun na ruaj, subhanallahu. Ja disa shembuj vëllezërit e mi. Për të parë, cilët janë tradhtarë që thyen çdo lloj amaneti, çdo lloj bese që është besuar atyre. Në krye të gjithëve, shpërdorimi i pushtetit dhe sundimi që të ka dhënë Zoti, pushteti publik dhe sundimi që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala mbi njerëzit. Një zyrtar shtetëror merr vota dhe besimin e popullit për të mbrojtur interesin e tij, për të përmbushur agjendat e njerëzve të cilëve u shërben, jo për të përmbushur zërin ose për të çuar në vend zërin e popullit që e ka votuar, ose atë që i ka dhënë mirëbesimin. Njerëz të cilët e përdorin postën për të përmbushur nevojat personale, duke vjedhur fonde publike, duke favorizuar miqtë e tij, dhe Allahu mustaan, është bërë sot çdo lajm i tillë nuk na bën më përshtypje. Sa bën më përshtypje sepse janë shtuar aq shumë sa thua që ndodhi po mirë, normal. Kështu funksionon dynjaja. Kështu funksionon kjo dynja e poshtër që e ka ndërtuar në këtë formë njerëzit që s'besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Pra kjo është një lloj khijane, tradhtie ndaj popullit dhe besës që ke marrë ndaj tyre. Vallahi këta nga njerëzit më të ndëshkuar. Këta do të marrin ndëshkimin më të fortë tek Allahu subhanahu wa taala sepse kanë mbajtur nën vete dhe kanë marrë mbi supe male gjunafesh dhe padrejtësisht ndaj këtij populli. Të kenë frikë Allahun se do të vi dita që do largohen. Siç po largohen një nga një. Do vi dita që do largohen nga kjo dynja dhe me vete s'kan për të marrë vetëse atë që punuan dhe malet me zullum që kanë mbi supet e tyre. Së dyti, shkelja e besimit në marrëdhëniet familjare. Dhe sot Allahu mustaan është përhapur, Zoti na ruajt, kjo lloj khijane, tradhtie. Një burrë ose gruaj që tradhton shokun dhe shoqen e saj me lidhje të fshehta jashtëmartësore dhe në fakt këto lloj lidhjesh Allahu mustaan domethënë janë bërë normale kohët e sotme. Mbase ai njeriu domethënë që se ka këtë ose se bën diçka të tillë është i prapambetur në sytë e këtyre lloj njerëzvish. Tradhtia ngjan me thyerjen e një amaneti shumë intim o vëllezërit e mi. Duke kthyer strehen e qetësisë në mburim dhe ndjeje dhe zhgënjimi. Allahu subhanahu wa taala kur flet për marrëdhënien mes burrit dhe gruas, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Dhe ato, pra gratë kanë marrë nga ju o burra, një premtim të fortë para Allahut subhanahu wa taala. Mithaqan ghalidha e quhen Allahu xhaleshanu. Pra një premtim shumë të fortë. Thyrja e këtij premtimi, ti amaneti, vallahi është një thyrje që do përgjigjesh keq nga ndëshkimet më të mëdha, nga gjunafet më të mëdha që kanë ndëshkim në dynja dhe në ahiret. Pra dhe kjo është një thyrje e amanetit, sa të shumë të njerëzit që e bëjnë këtë punë. Zoti na ruaj. Tjetër, së treti, zbulimi i sekreteve të punës ose të shtetit. Një individ që mban një pozicion të ndjeshëm, kudo qoftë, në ushtri, në polici, në inteligjencë apo kompani, në kompaninë ku punon, në aktivitetet e përbashkëta që mund të ketë me njerëzit, që është ndërtuar mbi besueshmërinë, besnikërinë, amanetin. Këta njerëz e përdorin këtë pozitë për t'u ashitur të tjerëve, thjesht për të përfituar, si tha profeti sallallahu alajhi wasallam. Tradhtari, i cili nuk lë mundësi pa e shfrytzuar që të përfitojë për veten e tij, duke thyer premtimet, duke shkelur besën.
duke tradhtuar amanetin. Sa ka të tillë njerëz, të cilët i tradhtojnë këto amanete vëllezërit e mi. Pra u ashet armiqve, konkurrencës ose mediave ka kryer pra një tradhtim të drejtë për drejtë ndaj amanetit, qoftë ai profesional, qoftë kombëtar, qoftë i gjitha niveleve. Pra njerëz të tillë që zmbajnë besën janë gjithandaj të urrejtur. Dhe njerëzit e dinë, madje janë nga veprat më të urrejtura për njerëzit. Megjithatë, kjo është e përhapur, Allahu musta'an. Sepse qëllimi i vetëm i këtyre njerëzve është përmbushja e dëshirave të tyre. Prandaj janë banorë të zjarrit. I ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam banorë të zjarrit. Ja kështu do është, me këto mbushet zjarri i xhehenemit. Me çfarë do të mbushet zjarri i xhehenemit? Ja me të tillë njerëz. Kështu është mbushur dunjaja me padrejtësi, Allahu musta'an. Pabesia ndaj projekteve të përbashkëta. Kur dikush pranon të marrë pjesë në një projekt, në një organizatë ose në një kauzë, në një qëllim të madh, ose fillon e punon fshehurazi për ta sabotuar. Përse? Thjesht bëhet tradhtar, khain, që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra, është tradhtari atyre që e besuan amanetin tek ai, edhe ndërtuan një kaos të caktuar, nisën një punë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe në marrëdhëniet me mohuesit. Nëse kishte marrëveshje armëpushimi me mohuesi, me një shtet agresor, kishte marrëdhënie armëpushimi. Në momentin që ndjente tradhti prej tyre, nuk i sulmonte befasisht, por siç e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. U çonte fjalë dhe i thoshte tashmë nuk kam më marrëveshje mes nesh. Në mënyrë siç thot Allahu subhanahu wa taala, tekunu sawa, të jeni një lloj, të gjithë të jeni në pozita të barabarta. Jo të ketë tradhti, nuk ka tradhti. Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk tradhtonte asnjëherë. Asnjë profet. Ky është morali i muslimanit. Atëri ti as luftë, as ti je në kushte mes miq dhe tradhton besimin e tyre, tradhton amanetin e tyre. Wallahi kjo është cilësi që e meriton, siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam, të jetë banor i zjarrit. Nëse nuk pendohet tek Allahu xhaleshanu. Dhe ta çojë në vend pa drejtsinë që ka bërë. Manipulimi ose tradhtimi i besimit të lëvizjeve të ndryshme, qofshin ato fetare apo sociale, një person që fiton besimin e komunitetit me pretendimin se është hoxh, bie fjala, ose është aktivist, por më pas përdor atë pozicion për fituar para, pushtet apo favore imorale në funksion të dëshirave të tij. Ka tradhtuar amanetin dhe sinqeritetin e kësaj që është besuar. Çdo kush ka një detyrë të caktuar. Dhe njeriu ose e merr përgjegjësinë ose nuk e merr atë. Nëse merr përgjegjësinë, përmbajë kushteve të saj. Nëse nuk i përmbash kushteve, largohu dhe lëre. Është tradhtia e amanetit. Nuk e ke kryer, nuk e ke çuar në vend. Ke thyer besimin e njerëzve, nuk i shurben atyre ashtu si ata presin prej teje. Kështu vëllezërit e mi, këta shembuj që dashë ka shumë të tjerë, çdo kush mund të meditojë dhe nxjerr shumë shembuj të tjerë në jetën e përditshme, nga njerëzit që tradhtojnë dhe thyen amanetet dhe besën që u është besuar. Në vazhdim të kësaj, pra këta janë tradhtarët, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la yakhfa lahu tam'un. Asnjë mundësi e lakmis si fshihet atyre. Kjo tregon se sa të kujdesshëm janë, sa domethënë të imët janë në analizat e tyre. Janë njerëz që nuk janë vepra që bëhen spontanisht. Janë vepra të cilat bëhen pas një studimi të thellë nga ana e tyre. Se profeti sallallahu alaihi wasallam thot, la yakhfa lahu tam'un. Nuk u fshihet asnjë detaj i lakmisë së tyre. Pra ata e bëjnë këtë gjë duke studiuar vëllezërit e mi. Nuk është diçka spontane, gabim spontan, që hajse mund të falet. Është gabim që e bëjnë duke studiuar mirë, me kujdes, dhe nuk lën asnjë shans që pa e shfrytzuar. Vetëm me vetëm përmbushin atë që synojnë. Pra nëse shet diçka që mund ta marrë me mashtrim, e merr. S'ka turp, s'ka kufi. Ky është personi që jeton me pabesi si zakone, ka zakon ti pabesin. Që nuk ndalet as para vogëlsirave. Madje edhe kur i besohet diçka kur s'ka asnjë arsye për ta shkelur, nga që ka zakon tashmë, e shkel gjithmonë subhanallahu. Njeri domethënë që nuk mund të mësohet ndryshe, Allahu musta'an. E si mund të ndodhë ndryshe ndërkohë që është i infektuar? Nëse vazhdon njeriu me të njëjtën rrugë, as ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që ai që gënjen dhe vazhdon të gënjej, do vi një moment që tek Allahu shënohet gënjeshtar, dhe ashtu do bëj gjithmonë pastaj. Dhe ta fus në zjarrin e xhehenemit gënjeshtra. Dhe kundërta me të kundërtën, Allahu musta'an. Për këta njerëz profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që i përkasin asaj kategori që janë munafik.
Thot profeti alayhis salam, shenjat e monafikut janë 3. Kur flet gënjen, kur premton e thyen premtimin dhe kur i besohet diçka, dhe tradhton. Së treti, kategoria e tretë që përmend profeti sallallahu alaihi wasallam. Rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uk fi ahlika wa malik. Një njeri që as ditën as natën nuk e kalon pa u përpjekur të të mashtrojë dhe të dëmtojë në familjen dhe pasurinë tënde. Pra, gjithë projekti i jetës së tij është si të shkatrojë ty në familjen dhe në pasurinë tënde. Do thotë dikush, ka njerëz të tillë që merren me njerëz të thjesht për të shkatruar familjet e tyre dhe pasurinë e tyre? Besoj që këtë pyetje, domosdoshmë çdo kush që e bën, përgjigjen e merr vetë në veten e tij, subhanallahu. Dhe di se ka shembuj sa të duash. Do përmendim këtu disa nga këto shembuj. Pra këta njerëz dëmtojnë familjet e njerëzve. Në familjen e tjetrit i dëmtojnë me imoralitet, duke nxitur shkatrimin dhe shturjen. Në pasurinë e tjetrit, mashtrim, vjedhje, grabitje, mashtrime. Ky lloj njeriu përmendet më njëherë pas tradhtarit, që thamë sipër, erhain, sepse është më i rrezikshëm, ai bën tradhtin sistem jetese dhe dëmton mu gjërat më të rëndësishme, nderin e njeriu, familjen e tij dhe pasurinë e tij. Subhanallahu. Këta dëmtojnë familjen, po dëmtova familjen në këto dy aspekte, e ka rënuar shoqërinë. Për të ilustruar dhe më qartë të kategoritë e njeriu, që nuk zgjohet dhe nuk flet vetë se dokumentuar si të dëmtojë familjet dhe pasurinë e njerëzve, mund të sjellim disa shembuj vëllezërit e mi. Së pari, magjistari dhe hasedxiu. Mbushur shoqëria, edhe pse, domethënë ndoshta nuk e vëren njeriu përsa janë të mbushur plot me të tillë tipa. Ky është ai që i mbushur me zili dhe urrejtje për të mirat e tjerëve, shkon te fallxhorët dhe magjistarët, paguan për të prishur marrëdhënie, për të sjellë ndarje në familje, për të trazuar mendjet ose për të shkaktuar sëmundje dhe fatkeqësi. Ai nuk qetësohet përdesa nuk e sheh tjetrin të rrënohet. Ky është shembulli i atyre që sabotojnë jetën e njerëzve. Nuk gjejnë lumturi duke ndërtuar veten, por duke shkatruar atë që të tjerët kanë ndërtuar. Familje apo pasuri qoftë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur këtë kur thotë dhe wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot na ruaj nga sherri i hasedçiut kur bën hased. Pra këta shkojnë dhe bashkunojnë me këta shejtanër, magjistar apo fallxhor, çfarë do qofshi. Por ndonjëherë njeriu s'ka nevojë fare të shkojë te magjistarët. Ne të kërkojnë ndihmën e këtyre domosdoshmë sharlatanëve. Mjafton lëgësia që ai mban brenda vetes. Zemra e tij e nxirr nga zilia, krenaria dhe mlefi, e bën atë që të jetë burim gjunafesh, fatkeqësive, don fatkeqësish për të tjerët. Ai është një shpirt i helmuar, s'ka paqe, jeton me dëshirën për të parë të tjerët të mirë, të shorientuar, të rënuar. Kjo lloj lëgësie është rezultati i një sëmundje që kanë në shpirtat e tyre, mungesa e kënaqësisë me kaderin e Allahut. Ky është thelbi i sherrit të tyre, i hasedçive. Këta nuk janë të kënaqur me kaderin e Allahut. Allahu e ka ndarë mirësitë apo sprovat mes njerëzve. Këta nuk janë dakord me atë që ka ndarë Allahu subhanahu wa taala. Jo, ky është thelbi i lëgësisë së tyre. Ai vetë ndihet i mangët, i nënvlerësuar dhe faj nuk e shet te vetja për të tjerët. Kështu ai fillon të përçaj, të shpift, të fuz dyshime, të dëmtojë në çdo mënyrë që mundet, vetëm për të shuar pra zjarrin e tij të brendshëm. Kjo është zilia, hasedi. Kur arrin në kulmin e saj, nuk është vetëm urrëtia për të mirën e tjetrit, por dëshira për të ikur ajo e mirë atij. Dhe kjo vjen siç thon dietarët, nga ajo zemër që nuk pranon caktimin, kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Pra të kenë frikë ta njerëz. Prandaj këta janë banorë të zjarrit në zemrën. Kanë mohuar ose janë të pakënaqur me kaderin e Allahut xheleshan. Edhe pse mbase nuk e kuptojnë në këtë formë brenda tyre, po subhanallahu këtu është thelbi i tyre. Këtu është thelbi, nuk është thjesht vetëm urrëtie që mund të kesh ndaj tjetrit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për këtë lloj njeriu, duke thënë se disa njerëz pa në këtë hadith që po flasin, nuk flenin dhe nuk zgjohen vetëse duke menduar si të dëmtojnë të tjerët në familje dhe pasuri. Dënimi i tyre fillon që në këtë jetë o vëllezërit e mi, jo vetëm në ahiret. Pra këta humbin bereqetin, qetësinë dhe nderin e tyre. Vazhdojnë pastaj ndëshkimin në botën tjetër, ku veprat do t'ju kthehen kundër një për një, dhe gjithë zullumet që kanë bërë ndaj njerëzve, subhanallahu. Së dyti, nga shembujt e këtij që natë e ditë mendon vetëm për të prishur. Njerëz që manipulojnë të tjerët përmes fjalëve, edhe shtirjes së tyre se kur janë këshillues të mirë, thjesht duan të përfitojnë materialisht nga disa njerëz. Këta shfaqen në formën e hoxhallarëve, ndoshta jo të drejtë në thojza të themi, apo njerëzve shpirtëror, mediume, shpirtërore si i quajnë,
ose njerëz që shfaqen si mjek të themi, apo psikolog apo çfarëdo qoftë, që manipulojnë subhanallahu njerëzit dhe nxjerrin probleme mes tyre, thjesht vetëm për t'i mbajtur nën kontroll o vëllezërim. Allahu musta'an. Kategori njerëzish që shfrytëzojnë dobësinë e njerëzve, nevojën e tyre në çast të dobësie, për të përfituar materialisht nga nevoja e tyre. Ta njerëz, edhe këta të kenë frikë Zotin, se po i afrohen asaj që nuk ka kthim. Gjithashtu mashtrues ekonomik. Një person që punon me mashtrim të plot, bën reklama të reme, shet mallra të falsifikuara, gënjen në investime të rreshme, merr borxh që nuk ka ndërmend t'i kthej, mashtron njerëzit gjithë thjesht vetëm për të mbushur momentin. As mendon fare për të nesërmen, për çastin që vjen më pas. Përdor dokumente të sajuara përfituar nga njerëz që i besojnë. Ai është grabitës me laps këta. Këta njerëz me laps, sidomos kjo kur ngrihet në nivelin e shtetit dhe atyre që kanë dhe pushtet dhe mbështetje, këta janë njerëz që rënojnë ekonominë e njerëzve, marrin pasurinë e tyre, marrin pronat e tyre dhe e shkatrojnë jetën e tyre, jetën e kësaj dynjaje. Ta dinë që këta janë, ky është përshkrimi i banorëve të zjarrit. Le ta marrin se shpejt do t'i lënë, do poshtërohen edhe në këtë dynjë dhe në ahiret, Allahu musta'an. Ata që përdorin fen ose postin si mjet përfitimi, u përmend edhe diçka më sipër. Ky është një lloj njeriu që e maskon tradhtinë dhe ligësinë me petkun e fesë ose profesionit. Sikur se tham hoxh, prift, thënie shpirtëror, shejх, udhëheqës i komunitetit, por në të vërtetë nuk janë vetëse përfitues material. Manipulon ndjenjat më të brishta të njerëzve, frikën, shpresën, besimin, dëshirin për shërim ose për zgjidhje, dhe i thot me autoritet: do të vijë mbarësia, do largoj magjinë dhe syrin e keq. Unë di si ta zgjidh problemin tënd. Silli dokumente se ta rregullojmë ose vri mendjen. Dhe shikon që ke rënë një mashtrues edhe më të madh, që i ka marrë të gjitha nga dora jote. Pra këta njerëz, Allahu musta'an, do ta marrin atë që kërkojnë. Gjithashtu ka dhe njerëz të tjerë që janë shkatërues të reputacionit të njerëzve. Edhe këta janë ata që nuk lënë gjë pa provuar, vetëm të shkatrojnë jetën e njeriu. Një nga aspektet e shkatrimit është shkatrimi i emrit të njeriu, reputacionit të tij. Ai që nuk pushon së foru i keq për të tjerët. Shpik histori, merr informacione të brendshme ose personale dhe i shpërndan për të ulur dinjitetin e dikujt në shoqëri. Mund të jenë gjunafe të fshehta që i bën dikush, mes tij dhe Zotit, mbas edhe nuk është dëmtues të tjerëve. Dhe ky thjesht heton dhe i nxjerr në pa, Allahu musta'an, duke turpëruar ose duke demaskuar, ndonjëherë edhe me shpifje, pa qenë të vërtetë fare, Allahu musta'an. Ky njeri e përdor gjuhën si shpatë dhe mendjen si shigjet, duke lënë pas plag më të thella se vetë thika, domethënë e hekurit. Këto vëllezër e mi, i ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam kur tha, pra nuk lën natën dhe ditën asnjë mundësi pa punuar kundër familjes dhe pasurisë tënde. Kategoria 4, el-bukhlu wal-kadhibu. Kooperacia ose gënjeshtra. Transmetuesi ka sjellë të dyja, por që të dyja në fakt janë sëmundje që janë përhapura. El-bukhl, pra kooperacia, është ajo që nuk jep ai person kush është kooperac, ai që nuk jep as atë që ka për detyrë, qoftë detyrime fetare, zekat, sadaka, ndihmë për të varfrit, shërbimi për familjen, detyrime që kanë ndaj atyre që kanë nën vete, pra nuk i jep dhe nuk i përmbush ato. Kjo cilësi është e shëmtuar sepse tregon besim të dobët tek furnizimi i Allahut. Ky njeri që si jep ose ka kooperaci, ky është nuk beson në faktin që është Allahu që furnizon. Ai ka në dorë riskun. Edhe këtë pasuri që ke marrë, ai të ka dhënë, subhanahu wa taala. Pra siguria është besimi tek Allahu, jo tek ato që ke hequr më janë. Ky njeri ka dobët pra besimin në ose mbështetjen tek Allahu xhaleshan. Prandaj dhe shtyn në këtë lloj kooperacie. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ata që janë të ruajtur nga kooperacia e shpirtit të tyre, ata janë të shpëtuarit. Sa vërtet kjo është plagë e madhe dhe e keqe në shoqëri. Gjithashtu el-kadhibu, pra gënjeshtra, është gjunafi që shkatron besimin e ndërsjellë dhe ndërgjegjen e njeriu. Profeti tha sallallahu alaihi wasallam, gënjeshtra çon në gjunaf dhe gjunafi çon në zjarr. Njeriu do të vazhdojë të gënjej dhe gjithmonë të synojë gënjeshtrën derisa të shkruhet tek Allahu gënjeshtar. E padyshim kjo çon në zjarrin e xhehenemit, sikurse tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra një përmbledhje të këtyre që përmendëm, këta tipe përfaqësojnë domethënë cilësi që shkatrojnë shpirtin dhe sillin dëshkimin e Allahut xhaleshan. Mungesë arsyeje, mungesë parimi, mungesë besnikërie, mungesë drejtësie, mungesë sinqeriteti.
Ndërkohë që feja është ndërtuar mbi të kundërtat e tyre. Është urtësia, parimet, amaneti që duhet plotësuar dhe ti jesh besnik, drejtësia dhe sinqeriteti. Zjarri nuk është thjesht dënim, por është pasojë ose rrjedhim i natyrshëm i asaj që bëjnë të njerëz. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha këto përshkrime të këtyre njerëzve, për vazhduar në pjesën e dytë të kësaj hutbeje me përshkrimin e fundit të banorëve të zjarrit. Elusallahu subhanahu wa taala na ruaj. Elusallahu na forcojë në besim, na bëj besnik, na bëj mbajtës të amanetit, na bëj njerëz që përpiqen për hajër, njerëz që kanë besim dhe i mbështeten Allahun xhaleshanu, që e dinë se do të kthehen një ditë tek Allahu subhanahu wa taala, do përgjigjen për çdo gjë, për çdo punë apo fjalë që kanë sjellë në këtë jetë. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Cilësia e pesë që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam është ash-shinziru, i keqi në moral dhe i fëdhiquri në fjalë. Termi, domethënë shinzir, në arabisht vjen me një ngarkesë të rëndë morale dhe përçmuese. Ai nuk është thjesht një fjalë që është njeri i keq, është shinziru. Por çfarë thotë? Është një tërësi cilësish të shëmtuara që burojnë nga një zemër e prishur dhe dalin përmes gjuhës. Domethënë ai që çdo gjë të prishur brenda shpirtit, e nxjerr dhe e shfaq me gjuhën e tij, ai është shinzir. Nuk është thjesht njeri i keq, ka sjellje të keqe. Pra shinziri është ai që e shpreh me fjalë lëgësinë që ka brenda në shpirt. Këta nuk njohin turp. Nuk kanë ndjeshmëri ndaj kufive moral, qoftë në publik, qoftë privatisht. Nuk ka kufi për të ruajtur nderin e tjetrit, pasurinë e tjetrit, dinjitetin dhe personalitetin e tjetrit, familjen e tjetrit, të drejtat e tij. Nuk ka kufi për ta. Goja e tyre gjithmonë korr nderin e të tjerëve. Nuk një butësi apo maturi, sjellja e tij është e ashpër. Gjuhës së tij mungon urtësia. Nuk ka lirësi shpirtërore, nuk ka pastërti në shpirt, padyshim. S'mund të jetë i pastër ai që vetëm leh. Gjithkohë vetëm leh. Dhe merr në përkëm nderin e të tjerëve dhe nuk ka kufi, nuk ka as butësi, as moral tek ai. Ka një kufi njeriu në të folur, edhe në të shprehur, kur flet për të tjerët. Këta njerëz subhanallahu nxisin urrëtie të gjithë. Njeri i është i urrëtur për të gjithë. Kushdo qoftë ai, qoftë edhe mes mohuesve të Zotit, ai që besojnë Allahun subhanahu wa taala. Një njeri i tillë është i urrëtur. Ai që flet në këtë formë dhe fyen ose shan pa kufi. Nuk kufizohet pranë një sjellje të keqe, por ka bërë fillisin për ditëshmërinë e tij. E përdor gjuhën për tallje, sharje, nxitje të së keqes, përhapsh, thashë theme, shpifje, urrëtie, armiqësi. Ky është kulmi i poshtërimit, vëllezër e mi. I cili ky njeri domethënë s'ka, ky është tashmë shërbëtori të keqes. Dhe nuk mundet të bëjë ndryshe. Dhe do të shprehet gjatë gjithë kohës në ndihmë të keqes. Sikur se thon disa, gjuha është pasqyra e zemrës. Atë që flet, domethënë atë që ke brenda barkut, e nxjerr gjuha jote jashtë dhe e shfaq. Nuk është rasti që profeti e përmendi sallallahu alaihi wasallam këtë cilësi pas gënjeshtarit dhe kopracit. Sepse gënjeshtari dëmton besimin, kopraci dëmton bujarinë dhe ndershmërinë. Dhe këta njerëz me gjuhën e tyre i shfaqen gjitha këto ligësi që kanë brenda. I ndyrin në fjalë dhe në sjellje dëmton nderin, moralin dhe shoqërinë si të tërë. Në një shoqëri ku norma është turpi dhe nderi, shinvir pra ky, domethënë fyes, ofendues është prej shkatruesve më të mëdhenj të rregullit të shoqërisë së vëllezërit e mi. Këta njerëz domethënë që flasin këtë formë vetëm shpifin dhe nxjerrin domethënë padrejsi nga goja, këta janë prishës të mëdhenj. Mesazhi i hadithit është shumë i qartë, ruaj gjuhën, se dhe ajo është një dhuratë që na ka dhënë Zoti xhaleshanu, madje nuk do gaboheshim nëse do thoshim që gjuha është ajo që prodhon sherrin më të madh. Mbase mund duket ato që përmendëm më sipër janë të këqija që janë përhapur mes nesh. Po gjuha subhanallahu ajo bën një nga gjunafet më të mëdha që e nënçmojnë njerëzit më shumë se gjithçka tjetër. Që është përgojimi ose namime, futja e urrëties dhe shkatrimit. Përmjet gjuhës o vëllezërit e mi. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, domethënë Muadhit dhe sahabëve të tij, që gjë më e madhe që i fut njerëzit me fytyrë në zjarrin e xhehenemit, të triqen zvarr, janë pikërisht të korrurat e gjuhëve të tyre.
Prandaj kujdes njeriu me fjalët që thot, të flas mirë si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai që beson Allahun ditën e gjykimit, le të flas mirë ose të hesht. Nëse shikon një këshill të mirë thuaje. Mos e tepro me fjalë, mos e tepro me thyerje apo me çfarëdo, domethënë nënçmime, Allahu musta'an, por thjesht thuaj këshill dhe thuaj fjalën e hajrit. Bëu njëri me moral edhe në gjuhën tënde. Pra këto ishin përshkrimet e 5 kategorive të zjarrit të xhehenemit, Allahu na ruaj, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e mbyll këtë fjalë të tij dhe thot: "Wa inna Allaha awha ilayya an tawada'u." Dhe Allahu subhanahu wa taala më shpalli që tregohuni modest. Jeni të thjesht. Jeni të thjesht, modest. Ky është pra mbyllja morale e hadithit. Pas gjithë përshkrimeve për njerëzit e xhenetit dhe xhehenemit, e mbyll me porosinë e përulësisë, subhanallahu. Sikur të thotë shpëtimi për çdo prishje jetë përmendur në këtë më lart pra është at-tawadu, përulësia, thjeshtësia. Çfarë përulësia vëllezërit e mi? Përulësia nuk do thotë dobësi apo vetë poshtërim, as pak. Por ti jesh i kënaqur me pozitë më të ulur në sytë e njerëzve, sesa ajo që ndoshta meriton. Edhe një herë, modest është ai që kënaqet edhe me një pozitë jo aq të lartë në sytë e njerëzve, edhe pse është më lart, ai kënaqet përsëri. Nuk shqetësohet pozitën me të cilën e shikojnë njerëzit, syrin me të cilën e shikojnë njerëzit. Është i thjeshtë në veten e tij. Kënaqur me këtë pozitë. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë thotë? Men tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Ai që tregohet modest, ai mund të jetë ku më lart se njerëzit. Megjithatë e shikon të shoqëruar me ta, të përziher me ta. Edhe nëse nuk ja njohin hakun, nuk ja njohin madhështinë dhe burrërinë e tij, ai përsëri qëndron në atë nivel, edhe pse qëndron shumë më lart. Kjo është modesti, jo për të poshtruar veten, jo, as pak, por për të mos fyer njerëzit, për mos u treguar mendje madh ndaj tyre. Ai që është modest pranon këshillën. Ai që është modest e pranon rregullimin, e pranon edhe se ka gabuar. E pranon të gjitha gjërat që pranon njëri modest, njëri i thjeshtë. Ky është njeriu modest. Pra njëri që pranon këshillën e kupton që ka gabuar me gjithë ato që thot profeti sallallahu alejhi wasallam, rregullohu, ktheu. Kjo është këshilla përmbyllëse e profetit sallallahu alejhi wasallam. Edhe një kush tregohet modest për hir të Allahut, ka për ta ngritur Zoti. Hadithi sakt nga Imam Muslimi. Elus Allahu subhanahu wa taala na bëj modest ndaj të vërtetës, të sjellshëm me njerëzit. Na bëj nga ata që synojnë hajrin për veten e tyre, familjen e tyre, shoqërinë e tyre, njerëzit me të cilët jetojnë. Elus Allahu na bëj të mirë nga do që jemi. Si thot Mubarakin, pra të begatshëm, të bekuar, të mirë dhe mirësi sjellës kudo që jemi. Elus Allahu subhanahu wa taala na uzojë në fen ton, na bëj ndjekës së profetit sallallahu alaihi wasallam, të sinqert. Së fundmi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.